Pak javë para fundvitit, qeveria ka vendosur të miratojë bonusin për pensionistët. Në fjalën e tij në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, Ministri i Financave, Petrit Malaj, tha se bonusi parashikuar për këtë fundvit do të shpërndahet sipas fashave të një viti më parë. Kemi alokuar në skemën e pensioneve rreth 7.6 miliard lek. Nga këto 1.7 miliard lek shtojnë llogarinë speciale të pensioneve dhe 5.9 miliard lek rrisin fondin e dedikuar për bonusin e fundvitit për rreth 750.000 pensionistë. Kjo shtesë, e cila buron thuajse tërësisht nga rritja e kontributeve të skemës, e çon në 9.7 miliard lek nivelin e fondeve në dispozicion për bonusin e fundvitit, ose e thënë ndryshe 97 milion euro. Për sa i përket politikave të kësaj qeverie në lidhje me pensionet, ashtu si kundër dhe ju është premtuar gjithë qytetarëve shqiptar, deri në fund të mandatit, kjo qeveri do të çojë pensionin mesatar minimal në shumën 200 euro dhe pensionin mesatar urban rreth 400 euro. Bonusi fundvitit do të shpërndahet për rreth 756.000 pensionistë. Sipas fashave të shpërndarjes, periudha kur pensionistët do të marrin bonusin do të jetë në muajin dhjetor.